Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Kam këtu disa gjëra të ndryshura. Maja Kaçavidash. Janë shumë të ndryshura, si që shikoni dhe vetë. Kam disa vide të ndryshura. Disa susa të ndryshura. Edhe unë do të tregoj me mënyrën time, duke përdorur vetëm uthull. Kjo thot që është 100% produkt natyral. Se si mund ta hiqni në fjalë ndryshku. Pa përdorur gjëra të tjera, siç bëjnë disa që përzijnë me ku ta di unë çfarë. Disa përdorin uthull të bardhë me sodë, me ku ta di unë. Disa përdorin ultrasonik. Disa përdorin korrent në karikusi makinave, fjala vjen që karikon bateritë. Kurse unë do të bëj siç i kam bërë të mijat, vetëm duke përdorur uthull. Pa shtuar asnjë gjë tjetër në. Le të fillojmë me ta provojmë. Kemi vitat brenda. Është një metodë shumë e mirë kjo. Për të ndryshuar sa përdorësh letra zmerile dhe ku ta di unë. Që jep një rezultat mirë. Të kënaqshëm me fjalë. Do ta lëm 24 orë nga çasti që do ta hedhim uthullin brenda. Mbas 24 orëve do të tregoj se si çfarë rezultati do japë. Por besoj që do kënaqeni edhe ju kur ta shikoni. Unë kam vite që e bëj dhe. Se merrem me të rrugulluar gjëra të vjetra. Edhe në duhet që t'ja u hej ndryshku pak tjetër për të njëjtat vite. Dhe t'i hedhim të shumë. Një super letre. Edhe unë për vete jam i kënaqur me rezultatin që kam gjerë. Një po, ja, t'i hedhim dhe uthull. Kjo është receta më një them. E mira është të trazoni për shembull rreth mbas 2 orësh, çdo 2 orë me fjalë. Jo për një gjë që fërkojnë ndonjë të ndihmojnë në largimin e ndryshkut nga gjërat e ndryshme që kemi hedhur brenda. Okej. Le të presim 24 orë. Edhe do të rikthehemi mbrapa. Mirupafshim. Mirë, u kthyem mbrapa. Shikoni se çfarë ndryshku ka nxjerr. Duke I hedhur vetëm uthull, asnjë gjë tjetër. Ata heqim uthull nga kjo. Tash atë që do bëjmë, do t'i lajmë herë me ujë.
Shikoni rezultat. Si ishte kjo dije, edhe si është sot. Dhe është pa larë akoma. E kim herë të majat e këtij pasajita. Në dhe shkrimës për të rezultat. Shikoni të këtu, si është pa fërkuar fare, shikoni. Ata që të bëjmë tani, është që ta njohim të këtu me ujë. Dhe ta vëkojmë shyrë. Me vitat kini që kujdes se bëmë atje të më shporë në e në bërë në. Nësa me majat e kasavideve nuk ka një problem. Shikoni rezultat. Këta fshimin së bletës. Shikoni rezultat. Shikoni dhe tjera. Si që ndi dhe si janë sot. Ajo që duhet bëni mbas kësaja, është që t'i lyeni me bojë. Unë për vetime i lyej me bojë të zezë. E për shemë, si që kam bërë këto vida të. E t'i keni aty me fjallë në gatishmëri për të punuar. Në basë kësaj do t'i lajmë që me bezim pra. Shikojnë të tëra. Shikojnë. Si qene dhe si janë. Është një rezultat i shkëlqyeshëm. Provojeni e do më kujtoni pësën. Mund nësë njështë të dini edhe 2 ditë brenda nothut, më mirë akoma. Shikojni. Pa bërë asë një lloj trik ku thonë që të gënjej ose shumë. Shikojnë. Vetëm me shikë të fërkuar, shikojnë. Nuk ka nevojë as për letër zmerire, as për gjë. Edhe tjetër. Ne provojmë edhe çik vitat. Sa më shumë t'i fërkoni me këtë kështu aq më mirë është.
Ndrysh ku është i zbutur tani, edhe në qikës të rëpuar, iknë. Nuk ka nevoj as për sodra brenda, as ku të di unë. Si që dini utla është gjë gryrëse. Edhe sa e hethë utlën brenda me të, ajo fillon e qonë pulsa, që do të thotë i bërë reakcion një fjallë me ndryshu. Të ja të bëjmë e këto. Po s'ka shumë nevoj. E këto du të patër që kujdes, në shponi një ndorë, nëse më të shani në ndorë. Po të hidhe në qikë sapun më mirë akoma ku i lanë. Këto du më fërkuar e qikë më shumë akoma fakt, po. Me gjithat edhe me këto që bëra unë tani. Shikojeni. Edhe ka qa video. Shikojeni video. Okej. Të fajmë qik tani. Ja t'i lajme me qik dëzi. Gjëve tjetër. Shkëllqyf. Duhet të keni kujdes që mbas shparjes me benzinë duhet t'i lyeni pak më këtu. Me çikës bëjt hollë sa po. Ashtu. Okej. Mirë, kjo ishte video. Ju falenderoj për shikimin edhe miru pafshim në videon tjetër. Qofshin mirë.